Ylli Manjani, i cili është në pritje për të marrë postin e ministrit të drejtësisë pas dorëheqjes së Nachos, ka nisur hartimin e agjendës së punës së tij në lidhje me reformën në drejtësi, në një kohë kur Brukseli ka rezervuar nota negative për të. Dy prej godinave kryesore të shtetit shqiptar, Kryeministria dhe Selia e Kryesisë së Kuvendit, ishin sot vatra e diskutimeve pas lëvizjeve të forta politike të një dite më parë, dorëheqjes së ministrit të LSI-s Nasip Nacho dhe propozimit në vend të tij të Ylli Manjanit, një prej kritikave konstant të kryeministrit Edi Rama. Manjani, i pyetur sot, nuk sheh asnjë problem në bashkëpunimin me shefin e qeverisë, i cili sot kishte një seri takimesh me disa ministra, Tahirin, Beqaj dhe Gjermenin. Komente për zhvillimin në qeveri erdhën nga disa deputet të majt dhe opozitar. Ylli Manjani, i cili është në pritje të marrë postin e ministrit të drejtësisë pas dorëheqjes së Nachos, nis hartimin e agjendës së punës së tij për reformën në drejtësi, në një kohë kur Brukseli ka rezervuar nota negative për të. Manjani është takuar me kryetarin e Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta. I pyetur për kritikat e ashpra ndaj kryeministrit Rama dhe efektivitetin e bashkëpunimit mes tyre, Manjani dha këtë përgjigje. Jemi në krah dhe në një agjendë agresive reformash. Jemi në mes të punëve dhe kemi shumë punë për të bërë. Sigurisht po përgatisim një agjendë, mund t'ju them, agresive për të ndërtuar një sistem gjyqësor, administrativ gjithashtu. Përgatitemi gjithashtu për t'ju, jo vetëm për t'ju bashkuar, por edhe për të marrë nisma shumë të forta antikorrupsion, të cilat do jenë pjesë e agjendës punës në zyrën e Ministrisë së Drejtësisë.